nga këto e kemi posë emision. Ka të tjerë që kanë qenë në stadion, prandaj do të marrim pak edhe komentet e tjera. Natyrisht që zotri Ramiz Ladrovci patjetër ka shku nga afër në Bratislav për të parë ndeshjen dhe zotrin Ladrovci e kemi përmes një lidhje direkte. Faleminderit shumë që jeni inkuadruar në emisionin Kosova Live. Kënaqësi për ju. Urime për këtë fitore. Si shkoi ndeshja mbrëm? Çfarë emocioni ishte ta përcjellni nga afër? Mbrëm ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm ku kombëtarja jonë fitoi në Slovaki me rezultat kthyes, sepse ne morëm 2 herë gola dhe e kthym rezultatin. Ka qenë një ndeshje e jashtëzakonshme, djemt na kanë bërë krenar, po gjithë stafi edhe federata e ka kry punën e vetë mas mirëti. Dje dua të falenderoj gjithë qytetarët slovak, gjithë institucionet që u morën me organizimin e ndeshjes, kanë qenë në nivelin më të lartë, kulturën më të lartë, sepse nuk ka pas asnjë incident dhe asnjë problem në një ndeshje që ka qenë në një shtet i cili akoma nuk na ka pranuar neve si shtet. Po pra, zotri Ladrovci, kjo ishte më shumë se një fitore, themi kështu për kombëtarën e Kosovës për gjithë shqiptarët, sepse ka një domethënie tjetër, apo jo? Fakti që nuk e njohin Kosovën. Po unë po them që po aq sa nuk do të harrohet gjatë kjo fitore, nuk do të harrohet edhe pritja e jashtëzakonshme e qytetarëve kudo ku kemi qenë, në restorane, në hotele, në rrugë, në transport publik, kudo janë sjellë dhe na kanë prit në mënyrë të jashtëzakonshme. Kum dëgju media njerëz që kanë thonë ka pas broritje tjera, nuk është e vërtetë as edhe një zoj vetëm nuk është ndëgju, sidomos gjatë intonimit të himnit ton. Pra kjo tregon një kulturë të lartë të një shteti civilizuar, edhe pse akoma nuk na ka pranuar neve si shtet. E qartë. Zotri Ladrovci, jeni kthyer tashmë në Kosovë, apo? Po, jemi këthy në mëngjes herët, edhe unë jam punë nga ora 8. Zotri Ladrovci, ekziston një farë besytnie tash që sa herë ti shkon me përcjell Kosovën, ajo po fiton gjë. Jo rastisht. Jo, nuk menaj, unë jam një tifoz i jashtëzakonshëm i Kosovës, se du shumë kombëtarën, po i du edhe gjitha klubet tona të Kosovës që zhvillojnë ndeshje kudo i kum përcjell, aty ku mujt kum shku edhe për ndeshje të cilat nuk kanë qenë si është Feronikli, po kum shku edhe për ndeshje tjera, Ballkani, Drita, Gjilani, Prishtina, kështu me radhë. Unë e du sportin edhe vetë si person, po edhe si familje, prandaj Kosovën e du ma shumë se gjithçka, kombëtarën tonë e mbështes, kudo ku kum rri, ku kum pas mundësi me shku me përcjell, kam qenë e kum përcjell dhe do ta përcjell edhe më tutje. Pre krejt ndeshjeve, zot Ladrovci, që e ke përcjell Kosovën, a është kjo mbrëm fitoria më e madhe ndonjëherë? Kjo është fitore historike, sepse na jemi një hap larg. Prandaj ne kemi diskutuar edhe me kryetarin e Prishtinës, zotin Përparim Rama, që sot bëjmë një thirrje të gjithë kolegëve tonë, kryetar komunash, që të organizojnë televizione në për sheshet e qyteteve tyre, sepse stadioni Badet Bokri është tepër i vogël për të nxorr gjithë të interesuar që janë për të marrë pjesë në ndeshjen që themi finale me Turqinë, dhe jemi vetëm një hap larg botrorit që ta bëjmë historinë për një kohë kaq shkurt që jemi të pranuar në FIFA dhe UEFA. Prandaj sigurisht do dalim me një deklaratë përbashkët me kryetarin e Prishtinës që qytetarët të mbledhen, tifoz grupet të mbledhen qytetet e tyre, ta përcjellin ndeshjen me Turqinë dhe të festojmë në përsheshet tona, ta festojmë, unë besoj shumë në fitore, ne kena pas më të vështirë ndeshje në Bratislav, se sa ato që e kemi në Prishtinë. Motivi i lojtarëve është shumë i lartë dhe jam shumë i bindur që po e prekim botërorin që është shumë e madhe për Kosovën. Zotri Ladrovci, me që përmendet kryetarin Përparim Rama dhe kryetarët e tjerë të komunuave me këtë thirrje që patët,
Ju sa do pak keni arrit që atmosferën ta sjellni në rrjetet sociale përmes fotografive dhe videove që keni publikuar. Aty u pa që ishit bashkë me Përparim Ramën, me zotrin Faton Peci, kryetari Mitrovicës, ishte Glauko Njufca, por nuk munguan edhe artistët. Çka ju bëri bashka? A u takuat rastisht atje? Menoj që kjo pyetje nuk do koment, neve na ka bo bashkë Kosova, na ban bashkë gjithmonë, pavarësisht ndarje politike që i kem në subjektet politike se cilin subjektin e vetë, ne ishim bashkë aty bashkë edhe me Ministrin e Sportit, i cili na entuziazmoi dje me paraqitin edhe me arenën tina gjatë fitores, po ne bashkë me Përparimin, me zotin Peci, me ish-kryetarin e kuvendit, me Ministrin Glauko Njufca, ka kohë që i përcjellim bashkë ndeshjet e kombëtarës tonë dhe neve s'ka askush që na ndan kur është fjala për Kosovën. Qoftë ndeshje, qoftë në çështje tjera, ne jemi bashkë. Tërsa në politikë, qytetari në ndonë me votën edhe me mbështetjen e tij. Prandaj edhe bëna pyetjen zotit Ladrovsi që të përcjellet edhe një mesazh që kur është puna tek sporti dhe që gjëra tjera gjithë bëhen bashkë dhe t'japet ky mesazh që politika nuk duhet hyjë asnjëherë në sport as në muzikë. Ndoshta edhe një koment fundit, një mesazh për lojtarët për ndeshjen që do të mbahet të martën, sepse më duket që kjo përkraja po i motivon ata që të vazhdojnë tutje. Që unë gjithë lojtarët i kam miq, gjithë më dojnë sepse unë ju jepi motiv edhe jam këty bashkë me ta ndromë në një avion, ata kanë motivin e lartë edhe presim që ata të na bojnë krenar edhe me Turqinë dhe ne të jemi në kampionatin botëror dhe ta bëjmë historinë. Atje jam i bindur që grupet i kalojmë, po do të rangohemi lartë në listën e UEFA-s edhe FIFA-s do të renditemi si Kosovë. Unë i përgëzoj lojtarët, stafin e trenerëve, stafin e federatës, janë qenë të jashtëzakonshëm, po i uroj edhe presidentit federatës zotit Agim Ademi që ta korrim fitoren e fundit që e kemi para se me shku në kampionat botëror me Turqinë dhe ta qojmë aty ku çdo shqiptar ka dëshirë. Na vje keq që Shqipëria dje u diskualifiku edhe pse kishte rezultat pozitiv në fillim, po kjo është sporti, prandaj ne duhet të motivojmë lojtarët tonë, po edhe të kena kulturë të lartë në sjelljen në stadionet tona sepse Slovakia dje na ka dhënë një mësim të jashtëzakonshëm se si duhet më sjell e sidomos edhe kur humb. Do të thonë ata kanë humbur prej neve, po secili që na ka taku, na ka dhënë dorën dhe na ka uruar, na ka përgëzuar. Pra, asnjë incident. S'ka pas asnjë dastyrje, çfarjas. Na kanë prit jashtëzakonisht mirë qytetarë, njerëz të institucioneve, sigurisë e tjera, kështu që ka qenë nivelin, unë jam i mahnitën dhe kërkoj nga gjitha tifogrupet tona që të marrin mësim se si duhet me i prit njerëzit kur është çështja të sporti e në veçantit e futbollit. Edhe një pyetje të fundit e ka gazetari i sportit. Na e kemi përcjell prej ekranit edhe ma shumë një libro ritmat prej tifozëve të Kosovës se sa prej aty në Slovak. Kam mujna me ditë pravërsisht sa ka numri e tifozëve shqiptar që kanë qenë dje në stadion. Unë nuk muj me thonë numrin e shikuesve, po muj me thonë që ka pas shumë dhe ka pas në gjitha tribunat, sepse ju mund të shihni më mirë kur përfundon loja edhe kur ki fitoren, atëherë dhe me thonë aty e sheh se sa shumë ka pas dhe shumë dhe me thonë, unë mund të thonë që kanë qenë dikon 4-5.000 njerëz mas pakti, po nga gjitha viset edhe nga gjitha Evropa, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pas tifoz dje atje. Vjen shumë keq edhe i ftoj gjithë qytetarët që të mos bojnë presion për ndeshjen me Turqinë, sepse stadioni Fadil Vogri është shumë i vogël për të zonë
të gjithë të interesumit. Me mija njerëz dhe tash që më kanë kërku mu, po une jam i bindun që me qytetar do ta ndjekin ndeshjen në sheshin e Drenosit Fermier Gjellu Ladrovci. Do solidarizoni me qytetarët që jo krejt kanë mundësi që t'jenë stadion. Jo veç mos të solidarizu, po do t'jep mundësi dikuj tjetër që bileta tona t'i kena ata, sepse është numër i vogël i biletave. Edhe fëmijët e mi mu kanë hidhru, kur i kom thonë që shka është një mundësi me shpinë. Mirë, zotri Ladrovci, dhe kjo puna e biletave tashmë që po i shesin më shtrajt, ndoshta ke edhe një koment për këtë, që ndoshta po i keq përdorin këto mundësi për të shkundeshja. Jo e dini që kush do që kopet në stërshitjet biletave, ban vepër penale, edhe sigurisht që po kapën do të dënohen. Biletat janë ato që duhet me apliku për bilet, me marrë, e kanë shmimin e vetë që cila bilet, nuk duhet me kishë përdor, po kishë përdorus besoj që institucionet e sigurisë do të miren ma shumë në atë qishtja dhe do t'i blokojnë to. Urojmë. Zotri Ladrovci, të falenderojmë shumë për krejt informacionet që në sole. Uroj që kontorja jonë me Turqin tjetë fituse edhe ta kemi një gol ma shumë se ata, sepse do të nakoj në botënorë. Falenderit shumë, zotri Ladrovci. Të përshëndesim nga studio. Nësi.